إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin kushtuar edukatës, të cilin e ka shkruar prisi besimtarëve në hadith, Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft. Dhe jemi në temën e 82 të librit, Babu Husnul Meleke, ose në Husnu el Milke, që do të thotë sjellja e mirë dhe marrëdhënia e mirë që duhet kemi në lidhje me ata të cilët janë në dorën tonë ose në shfrytëzimin e të djathtës tonë. Kështu quhet arabisht ala mulki yamini, pra për ta nderuar njeriu i cili të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka bërë rob, quhet mulk yamini, prona e të djathtës. Normalisht për shumë nga ne fjala robëri është diçka e panjohur, sepse ka kohë që nuk ekziston më në tokë, por dikur ka qenë dhe shkaku i robërisë është mohimi, është kufri. Siç e dini, Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar që të adhurohet ai një vetëm. Dhe kufri dhe imani kanë luftuar me njëra tjetrën. Kufri, mohimi i Allahut, dhe vazhdimisht luftojnë. Dhe ata persona të cilët nuk kanë pranuar të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, i cili është edhe qëllimi i krijimit, atëherë kur kapen rob, këta persona këtë e kanë si ndëshkim. Që nëse njeriu nuk do të jetë rob i Allahut, Allahu e ndëshkon dhe bëhet rob i njeriut. Dhe ky ligj ka qenë i zbatueshëm kur ka pasur robër. Ligji si ligj vazhdon deri në kiamet. Dhe robërit qëndronin në familjet e muslimanëve, dhe Allahu subhanahu wa taala ka nxitur që njeriu të sillet mirë me robërit dhe ka nxitur për lirimin e robërve dhe vlerën e madhe që ka lirimi nga robëria. Por si ndëshkim që vjen origjinën, pra e ka nga kufri dhe mohimi, e ka bërë Allahu subhanahu wa taala ligjet që lidhen me robërinë. Dhe kjo ka një ngjashmëri me Ademin alayhis salam, kur Allahu subhanahu wa taala bashkë me bashkëshortën e tij e bëri që të banojë në xhenet. Dhe në momentin që ata bën një gjuna,
dhe pastaj më vonë u penduan prej saj, por gjithsesi e bën gjunahun, Allahu i zbriti nga xheneti dhe i solli në tokë. Megjithse u penduan, prapse prap Allahu Azza wa Jell që ta kujtojnë të keqen e gjunahut, nuk i çoi përsëri në xhenet me njëherë, por do të sprovohen në këtë botë dhe kush do të vdesi besimtar dhe musliman, do të rikthehet prap në shtëpinë e tij të parë, që është xheneti. Po ashtu dhe robëria hiqet me faza dhe me nxitje dhe nuk lirohet automatikisht personi që bëhet musliman, por ta kujtoj pra të keqen e asaj që ka bërë më përpara. E bëra si parathënie sepse shumë njerëz nuk e kanë të qartë dhe nuk e kuptojnë këtë gjë në këtë shekull që ne jetojmë. Më përpara ka pas ekzistuar dhe ligjet që lidhen me të janë në Kur'an dhe në Sunet. Atëherë Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, ka sjellë të temë që ne duhet sillemi mirë me robërit, me ata të cilët janë nën dorën tonë. Dhe në arabisht thuhet nën të djastën tonë. Nuk për t'i dhënë një emër më të nderuar. Kjo pra njeriu duhet sillet mirë me atë që ka në përgjithësi, qoftë njerëz apo qoftë kafsh apo çdo gjë që ka ai dhe përgjigjet për të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Secili prej jush është bari dhe secili do të pyetet për grigjen e tij. Prandaj, nëse kemi nën kujdes dikë, qoftë rob ose jo rob, sepse gruaja nuk është e tillë ose fëmia nuk është e tillë, por ke nën përgjithësi, atëherë ti do të përgjigjesh për të. Prandaj Allahu subhanahu wa taala do që njeriu të jetë bamirës dhe ti bëj punët në formën më të mirë në çdo gjë dhe në çdo temë. Thot hadithi: "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay." Allahu e ka bërë obligim bamirësinë dhe të mirën në çdo gjë. Edhe kur e bën therrjen e kafshës, që Allahu Azza wa Jalla ka lejuar që të ushqehesh me mishin e saj, duhet ta bësh në formën më të mirë. Se disa njerëz kujtojnë se ose kafshësh, por thika duhet të jetë ashtu si duhet, vendi duhet të jetë ashtu si duhet, të mos trembet etj, siç ka përcaktuar sheriati edhe në lidhje me therrjen e kafshëve. Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar për ihsan, për bamirësi, po ashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një nga vendet ku Allahu Azza wa Jalla urdhëron për të është ajeti ke surja Nisa, numri 36, që quhet ajeti i 10 urdhresave. Dhe Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا." Thot Allahu Azza wa Jall: adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij askënd. Pra urdhresa e parë dhe haku më i madh i robit është tjetër rob i Zotit. Ta adhuroj Allahun me të gjitha adhurimet që ai ka urdhëruar, të bëj urdhresat dhe të ndalohet nga ndalesat. Kjo është haku i parë. Ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala i nënshtruar me dashuri për të
me sinqeritet për Allahun Azza wa Jall dhe të ndalohet nga ndalesat dhe mos shoqëroj në këtë adhurim askënd. Ky është haku më i madh. Kjo është la ilaha illallah. Nëse ti thua la ilaha illallah, atëherë duhet të adhurosh Allahun një vetëm dhe të largohesh nga shirku. Qoftë personi që ti i lutesh ose i drejton një prej llojeve të adhurimit, qoftë pejgamber, apo qoftë melek, engjëll, apo qoftë njeriu mirë, nuk të lejohet që ti lutesh atyre, por ti duhet i lutesh vetëm Allahut. Ata janë të vdekur dhe nuk të përgjigjen ty. Ai që është i gjallë dhe të përgjigjet është Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka urdhëruar që të gjithë llojet e adhurimeve t'i bëhen vetëm atij. Le të jetë i dërguar i Zotit, mos ju lut atij pasi ka vdekur. Le të jetë melek, le të jetë Xhibrili alayhis salam, mos ju lut. Le të jetë njeriu mirë që shkojnë këta në përvarre, në varret e tyre, pretendojnë disa nuk janë, disa edhe mund të jenë. Mos ju lut, ai është i vdekur. Lutju Allahut. Kush i lutet të vdekurve, kush i lutet gurve, kush i lutet krijesave të Allahut dhe harron Allahun, atëherë ky person ka bërë shirk. Ose i lutet Allahut dhe i lutet edhe këtyre, ky ka bërë shirk. Prandaj haku i parë është haku Allahut. Mas hakut Allahut, atëherë vinë haqet e njerëzve, urdhëresat për të zbatuar të drejtat e njerëzve. Dhe mas hakut Allahut e ky ajet, vjen direkt haku i prindërve. O bil walidaini ihsanan, dhe me prindrit silluni mirë. Shikoni rëndësinë që ka bamirësia ndaj prindërve. Kush e ka ndjekur mësimin ton nga fillimi, e ka parë që ky libër, masi tregon shkurtimisht për hakun e Allahut, fillon ke bamirësia e prindërve. Sepse vjen libër i cili të mëson edukatën tënde me Zotin dhe pastaj me njerëzit. Pra fillon libri me bamirësinë ndaj prindërve. U bidhil qurba, dhe me të afërmit. Dhe po ashtu ne kemi mësuar, masi mbaruam temat e bamirësisë ndaj prindërve, fillon bamirësia ndaj të afërmve. Dhe Allahu Azza wa Jalla përmend. Wal yatama, dhe po ashtu dhe për jetimët e kemi përmendur tek libri. Wal masakin, dhe të fukarent. Wal jari dhil qurba wal jari al junub, dhe komshiu i cili është i afërt, mund të jetë nga farefisi jot. Wal jari al junub, dhe komshiu i largët, i cili nuk e ke farefis, pa ma ke komshi. Edhe këta kemi përmendur ke libri. Pra Imam Buhariu këto urdhresa i ka sjell tek libri i tij me fjalët e dërgumit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ose ka sjell fjalë nga sahabët dhe tabiinët e tjerë. O sahibi bil jambi, pra bëj bamirësi dhe me shokun që ken krah. O bëni sebili, dhe me udhëtarin i cili është fukara dhe ka ngelur në rrugë, është hallexhi. O ma malakat aymanukum, dhe bëni bamirësi me atë që posedojnë të djathtat tuaja, që është tema jon ku ne po flasim. Pra Allahu na urdhëron që neve të bëjmë bamirësi me ata që janë në pronësi e tonë. Kush i bën këto adhurime? Kush i zbaton këto të drejta, këto urdhresa? Atëherë ky njeri i është nënshtruar Allahut, dhe ky njeri është bërë i thjesht përpara njerëzve. Po nëse nuk i bën, atëherë tregon që ka mendimallësi dhe tregon që mburret me veten e tij. Prandaj Allahu Azza wa Jalla thot në fundin e ajetit: Inna Allaha
la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allahu nuk I do atë që është mendje madh dhe mburavec. Prandaj, ky ajet quhet ajeti I 10 urdhresave dhe është përmendur dhe tema jon që ne po flasim. Pra, nuk na porosit Allahu subhanahu wa taala që ne të sillemi vrazhd dhe ashpër, por na porosit që të jemi kujdesshëm dhe të bëjmë bamirësi dhe të shfaqim dhe shpalosim mirësitë tona ndaj të tjerëve dhe sidomos ndaj atyre që janë në pronësi. Vazhdojmë hadithin nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili thot: "Ajibu da'i wa la taruddu al-hadiyya wa la tadribu al-muslimin." I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Përgjigjuni ftesës. Mos ktheni dhuratën dhe mos rrihni muslimanët." Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmbledhur 3 porosi të mëdha. Porosia e parë është përgjigja e ftesës. Përgjigja e ftesës në lidhje me ftesën e dasmës është obligim ti përgjigjesh. Kurse në lidhje me sebebet e tjera është e pëlqyeshme që ti përgjigjesh. Sepse kjo shton dashurinë mes muslimanëve, shton lidhjen mes tyre dhe ka dobi të shumta. Përveç nëse ka gjunahe dhe ka pengesa sheriatike në vendin që të kanë ftuar. Aty, nëse është e mundur që ti të shkosh dhe të përmirësosh dhe të këshillosh, atëherë shko. Por nëse nuk është e mundur që ti të përmirësosh diçka, atëherë më të mirë justifikohesh dhe nuk shkon. Nëse aty bëhen harame, bëhen gjëra të pahishme, atëherë nuk shkon. Por se nëse nuk ka, atëherë ke obligim ti përgjigjesh ftesës kur tjetri është kur martohet. Porosia e dytë është pranimi I dhuratës. Pranimi I dhuratës po ashtu është dashuri, shenjë dashurie, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tahadu tahabbu. Dhuroni mes njëri tjetrit, të duheni mes njëri tjetrit. Dhe nuk bën që ti t'ia kthesh dhuratën tjetrit. Përveç nëse nën petkun e dhuratës fshihet diçka tjetër. Për shembull, nëse nën dhurat fshihet rushfeti, atëherë nuk e pranon. Pra të dikush do të afrohet me ty dhe të bëj dhurata që kur të vi momenti ti të mbash anën e tij, ose në çështje të caktuara, kuptohet kur është rushfet, atëherë kjo nuk është më dhuratë, po është rushfet dhe është haram. Ose që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Hedaya l'umali gulul. Dhuratat e punëtorëve janë vjedhje dhe mashtrim. Janë prej rushfetit, për shembull. E zëm, siç ka qenë në kohën e pejgamberit sa thënë dikush që e punsoi pejgamberin për të mbledhur zakatin, edhe ai tha, kjo është pjesa e zakatit, kurse kjo më është dhuruar mua. Atëherë pejgamberi tha, sikur të rrinte ai në shtëpinë e mamas tij, a do t'i vinte kjo dhurat? Jo. Ka shumë raste, për shembull, që ti për shkak të punës mund të punosh në administrat, mund të punosh në përzyre, mund të punosh, dhe tjetri vjen me dhurata. Në qoftë se ti nuk do ishe punëtor në këtë, s'kishte për ta beqenisur një i fare. Po duke qenë se je I tillë dhe ai do ka një qëllim caktuar, vjen me këto dhurata, që këto nuk lejohen. Po ashtu është edhe dhurata, për shembull, që është e njohur sot që mësuesët
i japin nxënësit, edhe dikush që s'ka sot e ka si detyrim duhet patjetër t'i japi. Mësuesi nuk duhet ta pranojë dhuratën nga nxënësi, sepse kjo mund t'i influencojë ke nota. Edhe nota influencon ke aftësia e tjetrit dhe ti do futesh në punë një njeri të paaft. Ti do t'i japësh notën e pamerituar, që masë neve na duken ëndra këto që po themi, por në botën e drejtë kështu duhet jetë. Se sot janë shtuar njerëzit e paaft gjithandej, gjithsesi nuk do të humbim shpresën dhe duhet të ecim drejt. Duhet të ecim drejt, pashka se shumica mundet që të eci në rrugë tjetër. Allahu i uzoftë. Dhe porosia e tretë është mos i rrihni muslimanët. Pra, kjo hyn ke sjellja e mirë që duhet të ketë njeriu me tjetrin, qoftë i rob apo dikush tjetër, nuk duhet i zgjidhni punët me ashpërsi dhe me vrasësi, po duhet të gjejë mënyra të mira dhe të bukura për t'i zgjidhur dhe të mos bëhet me sjellje të keqe karshi muslimanëve, vetëm nëse është në kufi të shariatit dhe me ato kur është tepër e nevojshme, siç janë për shembull ato zbatimi i dispozitave fetare për personat që pinë alkool etj. Më radh, vinë në tema të caktuara. Hadithi tjetër që transmetohet nga Aliu radiallahu anhu ka thënë: "Kana akhiru kalami an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salat ittaqullaha fima malakat aymanukum." Nga fjalët e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin, thot Aliu, namazi dhe friksoju në Allahut në atë çka posedojnë të djathtat tuaja. Këto janë fjalët e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosi, jep porosi. Dhe cilat ishin këto porosi? Porosia e parë është porosia me namaz. Dhe me të vërtet, namazi, kryerja e tij, zbatimi i tij është shtyllë nga shtyllat e Islamit. Dhe kur njeriu e rregullon atë, atëherë rregullohen edhe punët e tjera. Dhe fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend kujdesin ndaj namazit në momentet dhe në frymëmarrjet e fundit të tij tregon për rëndësinë e madhe që ka ky adhurim. Dhe duke qenë se u përmend atëherë, duhet ta përkujtojmë veten tonë dhe të tjerët, t'i rregullojmë punët me namazin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithë jetën e vet e ka kaluar në davet, në mësimdhënie, në xhihad dhe përpjekje, në këshillim, në urdhrim për të mirë, ndalim nga e keqja e të tjerë. Gjithë jeta e vet. Dhe në momentet e fundit prap ishte vazhdim i kësaj që thamë. Dhe një nga metodat që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përdorte për të mësuar njerëzit ishte edhe porosia. Porositë e tij kanë qenë të përgjithshme herë ose kanë qenë individuale, që kanë gjykimin e përgjithësimit. Dhe porosia këtu me namaz dhe duke u përsëritur 2 herë, atëherë e përforcon. Fjala e dytë e përforcon të para. Kurse porosia e dytë është që friksojuni Allahut dhe kini kujdes dhe silluni mirë me atë që posedojnë duart tuaja dhe djathta juaj, që janë robërit, janë ato që keti nën hukum. Kjo do të thotë edhe një herë
për rëndësinë që ka sjellja e mirë dhe bamirësia me robërit. Dhe shoqërimi i kësaj pune me namazin i jep pastaj vlerën e madhe. Dhe thënia e kësaj fjale në fundin e jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i jep pastaj rëndësinë e madhe po ashtu. Prandaj të kemi kujdes në këto porosi që i ka lënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tema tjetër, babu su'ul meleke, është keqbërja ose keqsjellja me robërit, me atë që kanë në sundim. Ka ardhur hadithi nga Ebu Darda radiallahu anhu, أنه كان يقول للناس أي إثونت نيرزve نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يؤتق محرره. Ebu Dardaja radiallahu anhu i thoshte njerëzve, ne jemi më të ditur se ju, se doktorët veteriner me kafshët e tyre. Me kafshët. Pra, i tregonte një diçka që ata ta kuptonin me shembuj konkret, që ajo që ne kemi marrë, dituria që kemi marrë nga Allahu dhe nga i dërguari i Tij, na bën ne më të ditur se çka një specialist, një doktor specialist me kafshët, i cili kujdeset dhe jep ilaçin dhe mjekon kafshët, neve jemi më të ditur se këta specialista. Sepse dituria jonë është e marrë nga Kurani dhe nga Suneti. Prandaj, thot, qad arafna khiyarakum min shirarikum. Ne i kemi njohur dhe i dim të mirët e juaj dhe të këqijtë e juaj. Amma khiyarakum, përsa i përket të mirëve tuaj, felledhi ja është ai person i cili shpresohet prej tij e mira dhe sigurohet e keqja. Kurse të këqijtë e juaj është ai i cili nuk shpresohet prej tij e mira dhe nuk sigurohet prej tij e keqja dhe nuk lirohet robi i tij. Atë ta shpjegojmë këtë hadith që hyn për këtë tema e sjelljes së keqe me ata që kanë në sundim. Pra, njohja që thot Ebu Darda këtu, dhe kjo fjalë që thot është marrë nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Ebu Darda këtë fjalë që e thot, nuk e thot nga mendja e tij, por e ka marrë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ke Imam at-Tirmidhi nga hadithi i Ebu Hurerës radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairikum wa sharrikum, atë ju lajmëroj me më të mirin dhe më të keqin e juaj, i thot sahabëve. Than, po, o i dërguari i Allahut. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man sharruhu wa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man sharruhu. Pra është e njëjtë fjali që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që e përmend këtu Ebu Darda, Allahu qoftë i kënaqur me të, për t'i treguar njerëzve kush është më i miri dhe kush është më i keqi. Dhe këtë gjë e ka marrë nga fjala e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm në hadithin
tjetër të një sahabi tjetër, që është Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur për të gjithë sahabëve. Pra njerëzit kanë shenja dalluese. Dhe pejgamberi më thot, el mu'min men amanahu an-nas ala dimaihim wa amwalihim. Besimtari i vërtet pra është ai që njerëzit e kanë të sigurt prej tij gjakun dhe pasurinë e tyre. Këto shenja dalluese, nëse ti një njeri e njeh që vazhdimisht prej tij të vjen vetëm e mira, dhe e njeh këtë njeri që asnjëherë nuk të ka ardhur e keqja prej tij, je i sigurt, ta di që ky është njeriu më i mirë. Por e kundërta është e kundërt. Kur ti gjithmonë pret që ai të sjellë në një sherr, kur gjithmonë pret që të bëjë në një intrigë ose në një lojë ose në një kurth ose në një gjë diçka të keqe, atëherë ky është më i keq. Dhe këtu është si puna e këtij hadithit, është hadithi e Enesit radiallahu anhu, që është ke Ibn Majah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lish-sharr, wa inna minan nasi nasan mafatiha lish-sharr maghaliqa lil-khair. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al-khair ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha lish-sharri ala yadayhi. Mafatiha ash-sharri ala yadayhi. Ka për njerëzve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që janë çelësa, janë dyer, pra hapin dyert e mirësisë dhe mbyllin të sherrit. Dhe ka për njerëzve që hapin dyert e sherrit dhe mbyllin të mirësisë. Xheneti ose lum për ata që Allahu i ka bërë që të hapin dyert e mirësisë në duart e tyre. Dhe wailun, mjerë, ose siç është fjala wail, është për atë lumin xhenem, Allahu na ruaj, për atë që Allahu e ka bërë që të hapi dyert e sherrit në duart e tij. Pra dhe ky është një hadith që i ngjashëm me hadithin që ne përmendëm. Tani, ajo që ne intereson është hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu, personi, është në fen e të dashurit vet, të shokut vet. Atëherë, le ta shoh me kujdes se cili prej jush se kë ka shok dhe kë ka të dashur, kë ka njeriu në dashur. Kë do mbash ti për shok? Do mbash personin e parë apo do mbash personin e dytë? Këtu pra duhet që njeriu të tregohet i zgjuar dhe të tregohet që me të vërtet do të eci në rrugën e cila të çon në xhenet, apo kërkon që të eci në rrugën që të çon në zjarr, duhet të zgjedhë shoqërinë e tij. Hadithi që ne e përmendëm është përmendur këtë temë për shkak të pjesës së fundit të tij, wala yu'taq muharraruhu, dhe nuk lirohet prej tij robi. Ky lloj njeriu i cili është lloji i dytë, që është lloji i sherrit, megjithse mund ta lirojë robin, po vazhdimisht kërkon prej tij favore dhe punë, saqë është sikur nuk është liruar. Pra, ky lloj njeriu i përdor pra këtë është si shenjë dalluese, që edhe kur ai nëse liron një rob nga robëria, ai prapë ngarkohet
me ngarkesa dhe me punë shumëta, sa që gati thuhet që ky nuk është i lirë, pra është akoma siç ka qenë. Pra kjo është shkaku i sjelljes i Imam Buhariut të këtij hadithi në temën tonë. Hadithi tjetër nga Ebi Umame radiallahu anhu ka thënë Sami'tu yaqul, pra thotë për me jo më fal, kjo është fjala e sahabit e Ebu Umame, dhe Ibn Hani thotë, kam dëgjuar të thotë, el-kanudu alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu abdahu. El-kanud është mosmirënjohësi, është mohuesi i të mirave, do thotë kanud. Kanud është ai që e ndalon dhënien. Nuk jep atë që ka obligim. O yanzil wahdahu, qëndroni vetëm. Për shembull, kur njerëzit janë bashkë në udhtim, shikon në një person që shkon edhe mënjanohet edhe ha veçantë, ose rri veçantë, nuk do që ti preki dikush ato gjërat e veta, pra është koprac në atë lloj forme, sa që rri vetëm, nuk afrohet me njerëzit, sepse nga frika se mos i jep diçka. Pra e para është el-kanud, pra ky njeriu që i mohon të mirat e Zotit, është që e ndalon dhënien edhe e rri vetëm në këtë lloj forme, o yadribu abdahu, dhe rreh robin e tij. Këto janë tre cilësi që i ka i personit tillë, i cili mohon mirësitë e Allahut, është mosmirënjohës ndaj mirësive të Allahut, nuk falenderon Zotin, dhe ka bashkuar mes kopratësisë dhe ashpërsisë. Allahu i madhëruar e ka mëshiruar këtë person dhe i ka dhënë dikë prej njerëzve që ta ndihmojë, siç është robi. Pra ti, duke parë mëshirën e Zotit dhe duke parë domethënë që Allahu ti ka lehtësuar dhe është sjell mirë me ty, atëherë ti shko sillesh ashpër me të, pra ka kontradikta, nëse ende kjo ashpërsia që ka ky me robin është deg e mohimit të mirësisë Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë kjo fjalë që ka sjellë Imam Buhariu, megjithëse kuptimi këtu është i qartë, por zinxhiri i transmetimit këtu është daif. Tema e fundit dhe hadithi i fundit është tema që thot Imam Buhariu, tema 84, Bejul Khadim min el Arab, shitja e shërbëtorit ose robit, shitja e robit pra tek beduinët. E ka sjellë Imam Buhariu këtë temë për të na treguar që lejohet shitja e robërve si ndëshkim nëse ata kanë bërë diçka të keqe që e meritojnë të tillë ndëshkim tek njerëz që njihen për ashpërsi dhe për varësi, siç janë beduinët. Dhe beduinët njihen për sherr sepse ato janë njerëz të cilët një pjesë e madhe e tyre kanë jetuar larg dijes dhe larg qytetërimit. Prandaj në sjelljet e tyre kanë ashpërsi dhe varësi dhe kanë sjellje të këqija. Përveç atyre që i ka udhëzuar Allahu dhe janë besimtarë. Transmeton nga Amra se Aisha radiallahu anha dabbarat amatan laha. Aisha, një prej robëreshave, e kishte bërë marrëveshje që nëse ajo vdes, ajo lirohet automatikisht. Pra. Kjo quhet dabbarat. Kishte bërë që mas vdekjes time ti e lirë. Feshteket Aisha, u ankua Aisha nga smundja, u smur. Masi
e bëri këtë marrëveshje me të, u smur. Por nuk i ran të për shkakun, pse u smur, e konsideroi smundje zakonshme. Fasala banu akhiha tabiban min az-zutti. Ato farefisja ishte bitë e vëllezërve të saj, vllajt të saj, pyetën një doktor, i cili kishte ardhur në atë kohë aty afër, nga fjala që përdoret tu është ose nga India ose nga Sudani. E pyetën, siç ndodh normalisht, edhe më përpara që kur vinte një doktor, e pyesnin njerëzit ose të afërmit për smundjet që kishin vetë ose që kishin familjarët e tyre në mënyrë që t'i largoj smundja dhe të shëroheshin. Faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashhura saharatha amatan laha. I thot ky, ju po më lajmëroni për një grua e cila i është bërë magji dhe ata e ka bërë robresha e saj. Fa ukhbirat Aisha. Pra ky i tha këtë përgjigje. Dhe u lajmërua Aisha radhiyallahu anha. Fa qalet, pra Aisha i drejtohet kësaj robreshës. I thot sahartini, ati më ke bërë mua magji? Fa qalet naam, tha po. Fa qalet walima la tanjina abada. Pse thot që ti mos shpëtosh, ose ti nuk shpëton, Thumma qalet bibejha min sharri al-arabi malakatan. E urdhëroi që ta shesin atë tek më të këqijt e arabëve në sjellje. Tani, ky hadith e para Aisha radiallahu anha i bën mirësi kësaj gruaje, robresh, për ta liruar. Dhe kjo është mirësi që duhet falënderuar personi, të dali nga robëria dhe të lirohet nga robëria. Por, këtë mirësi të Aishës, kjo e shpërdoron dhe sjell të kundërtën e saj. Në vend që të falenderojë dhe të jetë falenderuese, shkon dhe i bën magji Aishës dhe me këtë ajo smuret. Dhe në një transmetim që ka ardhur ke Musnedi, thot aratu an tamuti fa utak. Ta bëra këtë gjë që ti të vdesësh dhe unë të lirohem. Pra kjo lloj personi e solli të keqe pasi ti i bëre mirë. Ti i bëre mirë dhe gjete qeder. Atëherë këtu mësojmë një diçka që është shumë e rëndësishme. E para njerë, fjalët që thuhen, qoftë personi mund ta ketë emrin si doj, mund ta ketë doktor, mund ta ketë fallxhor, mund ta ketë magjistar, mund ta ketë si mund ta ketë, nuk duhet të influencohemi nga fjalët e tyre dhe t'i marrin për bazë, siç marrin sot, dhe fusin sherr mes njerëzve. Thot dikush që të ka bërë magji vjera, me vrap e merr si të mirëqen fjalën edhe plas sherrin familje. Aisha e pyet, a më ke bërë? Nëse nuk do jepte këtë përgjigje, nuk do jepte atë. Por këta e marrin fjalën që e dëgjojnë nga fallxhori dhe nga këto njerëzit e ligj dhe fusin sherr mes familjarëve. Futet dyshime njerëzit që mund të jenë më të afërt, akuzojnë njëri tjetrin për gjëra të tilla, të pafaktuara. Dhe sot po përdoren këta njerëz që janë të paditur nga këta sharlatan dhe për të përfituar para. Ajo dihet, keni parë dhe keni dëgjuar gjithandej. Këtu te ky hadith ne mësojmë që nuk duhet ta marrësh për të mirëqenë fjalën e dikujt dhe të jesh i sigurt me të, por duhet të jesh i bindur dhe i qartë në punët e tuaja.
Prandaj, me qërë dhe zani, a isha për të ndërshkuar këtë person i cili mirësinë e ktheu me dashakisi dhe me keqbërje, e ndërshkoi duke e shitur tek arabët e këtë beduinët e shkretirës që ishin të vrasht dhe në mënyrë që të merrte ndërshkimin e saj dhe lejohet ta ndërshkosh një person kur e meriton dhe për këtë shkak ka sjell edhe Imam Buhariu këtë hadith në këtë temë, inshallah me lejen e Allahut. Mësimin tjetër do të vazhdojmë me temën e 85. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na falë dhe të na mëshirojë dhe të na ruajë nga gabimet dhe të na bëjë për atyre që dëgjojnë fjalën e mirë dhe të vërtetën dhe e zbatojnë atë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.